edhe i nderumi nga LDK tha që fati i Kosovës është i lidhur me LDK-n. Unë nuk kisha thonë kështu, sepse fatin kjo partisë dhe ka lidh me Vjosa Osmani. Dhe më thonë, e ka lidh fatin e saj me një presidente që e ka shkatru Kosovën për 5 vite, prej binomit Vjosa Albin, nëse ju kujtohet binomi i famshëm, tashu e thatë Vjosa Dejona, Albin Dejona, mirë po shtu ja keni falë 5 vite, kapjet shtetit, akuza ndaj partisë juaj edhe krejt të zezat që kanë ardhur nga kjo qeverisje me vullën e noterës Vjosa Osmani. Prandaj, po garëm PSD-ja, deputet që me mujt me ndryshu kuvendin, sepse me këtë fuqitë të qeverisë dhe me këtë pa fuqitë të opozitës është zër me ndru qeverisjen. Pa e ndru kuvendin, opozitën nuk kemi mujt me ndru qeverisjen, prandaj dhe po garoj. Ndoshta unë lidhem ngushtjen disa për temave që u qelën këtu nga kolegët e mi, kështu që po tentoj me i përmbyll. Sa i përket pjesës bërtima dhe piskamave si bloku opozitar ka rreth alianca dhe partneritetit, mendoj që faktet jenë shumë qarta, ku flasim për partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në dhjetor të vitit kalum, Kosova, përmes Kongresit Amerikan, është në pjesë e Defense Authorization Act, që është një prej ligjeve që e ka nënshkruar presidenti Trump, që lidhet me aspiratën e Kosovës për të bërë anëtare e NATO-s. Do të thonë ky është një ligj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka kalu dhjetor të vitit 2025. Në prellën e maj po këtij vitit janë 4 rezoluta edhe 4 kongresmen amerikanë, të cilët kanë propozuar që ndihmohet Kosova rreth aspiratave saj të Bashkimit Evropian dhe antarësimit të NATO-s. Kryeministri Kurti po ashtu javën e kaluar ka taku 2 kongresistë amerikanë që ishin në Kosovë për të pa më afër realitetin ton, po mbi gjitha përsy përpara procesin në NATO. Është kongresmeni Keith Self nga Teksasi, i cili vazhdimisht thotë që misioni i tij është Kosova në NATO. Edhe në këtë drejtim Kosova po shpejton me hapa shumë të sigurt rreth antarësimit të NATO-s. Përderisa ne po flasim, ministri Maqedonci, Ejop Maqedonci, është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke takuar Departamentin e Luftës për të vazhduar tutje për marrëveshjen kornizme të cilën jemi duke punuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta nënshkruar. Kosova po ashtu ka marrë, si më thon, pjesë në disa ushtrime të Defender Europe bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe ka pas numrin më të lartë të ushtarëve në këtë ushtrim. Kështu që partneriteti çdo ditë më shumë po forcohet në fushën e mbrojtjes. Kur flasim për fushën e zhvillimit, ne ju e dini që jemi një nga vendet e vetme që kemi vazhduar projektin e MCC-s për bateritë në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Departamentin e Shtetit, ku është mbi 200 milionë euro investim në fushën e baterive. Pastaj fokusi është bashkëpunimi po ashtu diplomatik. Ne këtë